Dhunohet në Tiranë tiktokeria e njohur Suada Muça. Mbrëmjen e dieshme është dhunuar tiktokeria Suada Muça në Tiranë. Burimet jo zyrtare bëjnë me dije se ajo është sulmuar nga disa vajza, të cilat dyshohet se kanë vepruar për hakmarrje. Ngjarja lidhet me ofendime dhe fyerje të publikuara më herët në rrjetet sociale nga Muça ndaj Xhemal Uka, i njohur me Nof Konfire. Dhuna për shkak të TikTokut është një rast i përsëritur. Së fundmi, dy episode të tjera të rënda dhune deri në plagosje janë regjistruar në Tiranë, të cilat dyshohet se kanë zanafillën nga konfliktet në rrjetin social TikTok. Një nga rastet lidhet me plagosjen e Fabian Kuçi, i njohur në rrjetet sociale si Guçi. Kuçi është përfshirë fillimisht në përplasje verbale në TikTok, më pas u plagos me armë zjarri. Gjatë dëshmisë në policia i ka deklaruar se konflikti nisi pas sharjeve në rrjetin social TikTok, ndërsa autori plagosjes është identifikuar dhe shpallur në kërkim. Rasti tjetër i rëndë është ai plagosjes së një 26 vjeçari në zonën e Freskut, i cili u dhunua me sende të forta. Për këtë ngjarje policia ka shpallur në kërkim Xhemal Ukën, që dyshohet se është ai porositë si dhunës ndaj Muçës.